na në popull shpesh e kemi ndëgju i ka pëlqit tidhësja, kemi ndëgju si thënja, si kur e përshkru një pacient. A dallon dhimbta e idhësës kur në këtë rast ka kalu guri në për rrugët biljare ose ka pëlqit tidhësja me dhimbje të cilat janë ngacmuar nga ushqimi dhe kalojnë mas 2-3 ore? Pak më herët e spjegova që qeskëse e idhëza është një qese e cila ka qafën e vetë që zbrazët. Fundi i idhëzës është pjesa më e fundme ku mrin ende gjakut, ku ushqehet me gjak. Në qoftë se këtu në kokë blokohet gjaku që furnizon idhëzën, e para që ka vun pjesa e fundme e qeskësës. Andaj kjo pjesë e fundme, kur në trupin tonë nuk arrin me shku gjak, me ushqy, ajo qeliz vdes. Dhe në momentin që ajo qeliz vdes, ajo fillon me humb funksionin për cilin është kriju. Në këtë rast, funksionin mbrojtës të murit të idhëzës. Me kalimin e kohës, ajo gangren në mjekësi ose ajo vdekje e qelizave, fillon me uzmadhu dhe me përfshi pjesën e murit, pjesën e poshtme kryesisht ndodh, ose në pjesën ku ka mas shumë të presion prej gurit, atëherë me kalimin e kohës, që është një periudhë kohore disa ditore, prej dhimbjeve shumë të mëdha, ajo në qoftë se nuk operohet, ajo plas. Kjo quhet pëlqitja e idhës, kjo ndodh shumë rrallë në ditët e sotshme, shumë rrallë, vetëm tek pacient që i neglizhojnë shumë dhimbjet ose pacient që nuk kanë kushte me u diagnostifiku një ultrasonografi thjesht, ose pacient që neglizhojnë tu mendu që kanë problem tjetër dhe neglizhojnë dhimbjet ose marrin shumë medikamente kundër dhimbjeve. Përndryshe, ne hasim këto probleme, po në kirurgjinë tonë përditshme, po janë shumë të rralla.